Folklori në Ndropull ka tërhequr vëmendjen e shumë studiusve, të cilët kanë lumtuar brendinë e përmbajtjes së teksteve, aspektin muzikor, por edhe kostumet, veshjet tradicionale të zonës. Njëri prej tyre është specialisti i kulturës, Stefan Arseni, i cili prej më shumë se 6 dekadash jep nga afër zhvillimet kulturore në zonën e Ndropullit. Madje, ai arrit të bëjë dallimin e periudhave para dhe pas viteve 90, për sa i përket zhvillimeve kulturore në zonën e minoritetit etnik grek. Edhe para tranzicionit është munduar që të ruajtur folklori, të ruajt identiteti i folklorit në minoritet. Aty kishte vatra kulture, kishte shtëpi kulture dhe ishte më organizuar. Tani nuk funksionon më ajo. Kështu që shpeshherë edhe abuzohet dhe nuk del tamam ajo siç duhet të jetë. E kupton? Grupet kanë qenë të konsoliduara shumë. Tani më shumë kalohet në anën koncertale se sa në atë të folklorit, në të ruajtjes identitetit dhe të asaj që është tamam burimore. Që të bëhet tamam kjo punë duhet të merren në ata që janë specialistë. Për shembull si Mihal Kiçaki që kanë mbetur, duhet të mbajtur afër këta, bashkia duhet t'i mbajë afër. Ashtu sikurse duhet të mbajë afër dhe këta piktorët e skulptorët. Është një iniciativë shumë e bukur e bashkisë të Ndropullit që ka krijuar Galeri Arti. Njëkohësisht, zoti Stefan Arseni me gjithë dekadat e shumta që mbat Bisupe, vazhdon të jetë aktiv në jetën kulturore dhe artistike, si në qytetin e Gjirokastës, ashtu edhe në Ndropull.